Dikur ishin vetëm zhurma, britma, vaje dhe shpresë. Sot janë vetëm kujtime të fiksuar në një video të vjetër dhe disa fotografi të zhverdhura. Ajet Cenaj i ruan si thesaret më të çmuara të jetës së tij. Në pranverën e vitit 1999, Ajeti i strehoi në shtëpinë e tij një katëshe plot 76 kosovar të dëbuar nga lufta. Për t'ju bërë vend, largoi fëmijët. Shtëpia ishte e vogël, por zemra e tij ishte më e madhe se çdo kufi. A ditë ka qenë ditë bërë, neset janë bërë afërsisht 70 vjet. Po ku më qiu, ne kishim dillo me kuzhinë. Një shtëpi e vjetër ishte aty afërsisht aty dillo me kuzhinë. Një 2-3 familje shkuan te shtëpia e vjetër, edhe 2-3 familje këtu. Pa të sa kishin burra, gra, fëmijë më shumë, po vish 16 veta në një dhomë kanë. Janë shtënë kështu ndryshme. Për një javë kemi gatuar ushqimet tona. Makarona, miell. Pastaj filluam këto instanca qeveritare filluan morën masa janë mendim në gjë, po herë fillim ishim me ushqimet. Si Ajeti ishin Mira Kuksian që hapën dyert, zemrën dhe sofrën për mbi 450.000 refugjat nga Kosova. Kuksi u bë simbol i mikpritjes, një qytet që ndau gjithçka për të shpëtuar njerëz. Ka qenë një tragjedi e tmerrshme. Inshallah nuk i bën vaki më. As ne as kukujt të dy shtetet, edhe jo në Kosovës, dhe tani as një minjoje, as një, si me thonë, përmirësi që kishim bën me përjashtim të medjave. Pak të certifikat minjoje, një falënderim. Tregoshin fëmijëve tonë, tu tregoshin. Ja, kemi prit kash, vllazit tonë kena prit, i kemi staru. Janë histori që nuk duhet të harrohen, sepse mikpritja është më shumë se një tradit, është një akt që shkruan histori. Dhe Kuksi, në vitin 1999, shkroi një faqe që i përket gjithë njerëzimit, duke u shpallur simboli i mikpritjes dhe solidaritetit njerëzor. E më vonë, u propozua edhe për çmimin Nobel për paqe, për rolin e tij gjatë kësaj periudhe.